MEPSO njofton qytetarët e vendbanimeve Zhelin, Dëbërc, Leshnic, Falisht, Qiflik, Grupqin, Strimnic dhe Lërc se më 17 dhe 18 qershor nga ora 8:30 deri në orën 18 do të ndërpritet furnizimi me energji elektrike për shkak të ndërtimit të linjës së re të transformatorit prej 110 kW-sh, i cili do të lidh nën stacionet Shkup 1, Jugohrom, Tearc dhe Tetov. MEPSO njofton gjithashtu se është në fazën finale të ndërtimit të largpërquesit të ri 110 kW, i cili dukshëm do të rrisë furnizimin me rrymë cilësore në rajonin e Tetovës, si një nga rajonet që harxhon më shumë energji elektrike në Maqedoni. Largpërquesi i ri është një investim i rjetit shpërndarës që ka vlerën rreth 3.5 milion euro për ndërtimin e 158 shtyllave elektrike. Largpërquesi që rregullohet ishte i vendosur në shtylla betoni dhe në funksion ishte lëshuar para 60 vitesh.